Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Flutur Rakasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion, ju njohim me zhvillimet e ditës. Qyteti i Vlorës po përballet me mungesën e ujit prej më shumë se 4 ditësh si pasojë një defekti në linjën kryesore që furnizon me ujë të gjithë qytetin. Qytetarët e Vlorës janë dyndur sot në dyert e Bashkisë së Vlorës duke protestuar për mungesën e ujit që prej 5 ditësh që ka prekur në fakt të gjithë qytetin. Protesta u shoqërua me tensione dhe përplasje me policinë përpara ambienteve të bashkisë. Banorët kërkojnë zgjidhje të menjëhershme për furnizimin me ujë të pishëm. Dhjetra qytetarë janë grumbulluar përpara Bashkisë së Vlorës në shenjë proteste ndaj mungesës së ujit, problem që sipas tyre vijon prej 5 ditësh pas një zgjidhje konkrete. Me bidona bosh ujë në duar, protestuesit shprehen indinjatën për situatën e krijuar, duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme nga institucionet vendore. Gjatë protestës janë regjistruar tensione mes qytetarëve dhe forcave të policisë, pasi një pjesë e protestuesve tentuan të futeshin në ambientet e brendshme të bashkisë. Policia ndërhyri për të penguar hyrjen, çka solli përplasje verbale dhe fizike, ndërsa situata u mbajt në kontroll pas disa minutash. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, e cilsoi këtë avari si një fatkeqësi natyrore dhe se ujësjellsi nuk është në varësi të institucionit që ajo drejton. Nga ana institucionale, ujësjellsi është një ndërmarrje më vete, e cila ka një varësi nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës dhe nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellësit në Vlorë, por bashkia është pa diskutim për ta suportuar. Protesta e sotme është vazhdim i reagimeve që nisën mbrëmjen e djeshme, kur qytetarët të irrituar nga mungesa e ujit hyn me forcë në ambientet e teatrit Petro Marku. Në atë moment Bashkia e Vlorës kishte organizuar një mbrëmje gala me rastin e festave të fundvitit, aktivitet që u ndërprer për shkak të protestës. Më tej protestuesit tentuan të bllokonin dhe bulevardin Ismail Qemali, duke shkaktuar kaos të përkohshëm në qarkullimin e mjeteve. Qytetarët shprehen se do të vazhdojnë protestat nëse nuk do të ketë një zgjidhje të shpejtë për furnizimin normal me ujë të pishëm. Pas protestës së banorëve që prej ditësh janë pa ujë, kryeministri Edi Rama njoftoi se defekti në linjën kryesore të ujësjellësit do të riparohet sot. Pjesët e reja hidraulike po mbërrin nga Stambolli për të zëvendësuar tubacionin e dëmtuar. Rama përgëzoi punonjësit e ujësjellësit dhe kërkoi ndjesë për qytetarët për ndërprerjen e furnizimit me ujë. Banorët e Vlorës kanë protestuar ditët e fundit për shkak të mungesës së ujit, duke ngritur shqetësime për furnizimin e qytetit bregdetar. Kryeministri Edi Rama reagoi menjëherë duke njoftuar se defekti në linjën kryesore të ujësjellësit i shkaktuar nga pjesë hidraulike të instaluara jashtë standardeve të vitit 2009-2010 do të riparohen brenda kësaj të hëne. Sipas Ramës, pjesët e reja hidraulike janë nisur nga Stambolli dhe pritet të mbërrinë sot për të zëvendësuar tubacionet e dëmtuara, të cilat nuk kanë mbajtur dot presionin e ujit. Kryeministri përgëzoi punën e punonjësve të ujësjellësit të Vlorës, duke theksuar përpjekjen e tyre për të mbyllur këtë plagë të hapur në infrastrukturën e qytetit. Ai gjithashtu kërkoi ndjesë nga qytetarët për shqetësimin e shkaktuar nga ndërprerja e furnizimit me ujë dhe theksoi se situata do të zgjidhet së shpejti. Rama përdori dhe një shprehje popullore duke thënë se plasi më në fund syri i keq pas tërë këtyre viteve të mira për Vlorën dhe kush i do të keqen Vlorës, veç të keqen do i marr. Prej 5 ditësh qyteti përballet me mungesë uji për shkak të defektit në linjën kryesore të transmetimit që furnizon depot e qytetit, ndërsa autoritetet e ujësjellësit po punojnë intensivisht për të rivendosur furnizimin normal në të gjithë qytetin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe zëvendës kryeministres Belinda Balluku për shkak të hetimeve të SPAK-ut mbi tenderat e Akshit. Berisha akuzoi qeverinë për keqpërdorim dhe lidhje me strukturat kriminale që sipas tij kanë përfituar nga fondet publike. Ai kërkoi gjithashtu reforma brenda Partisë Demokratike për përfshirjen e të rinjve të shkolluar jashtë vendit. Në një konferencë për mediat, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh se kryeministri Edi Rama nuk mund të qeverisë më vendin pas daljes së të dhënave nga hetimet e SPAK-ut mbi zëvendës kryeministren Belinda Balluku dhe tenderat e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Jam sot këtu për të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të Edi Ramës
dhe Lubi Ballukut nga postet e tyre. Berisha ju përgjigj gjithashtu mbrojtjes që Rama kishte bërë më parë për drejtoreshën e Akshit, duke theksuar se mbrojtja e kryeministrit është më kriminale dhe më e turpshme se vetë akuza. Akshi ka qenë ekskluzivitet total i familjes Rama. Në dosjen e Akshit janë veprat më të shëmtuara në historinë e kombit, vjedhja e plot dhe totale e të gjitha të dhanave të sigurisë kombëtare dhe ato që kanë lidhje me Aleancën e Shqipërisë që vijnë nga Aleanca Atlantikut Veriut në Shqipëri. Kreu i Partisë Demokratike përshëndeti protestën e qytetarëve të Vlorës për mungesën e ujit, duke e cilësuar atë si një reagim dinjitoz dhe shembull të fuqisë qytetare. Duhet të përshëndes përzemërsisht qytetarët e Vlorës për protestet e tyre dinjitoze, qytetare, për fibrën e tyre qytetare që reaguan në mënyrën më të fuqishme, ja u zun galan në fyt zyrtarëve makut që kanë vjedh fondet e furnizimit tyre me ujë, fondet e ujësillësit dhe ishin mbledhur të festonin me to. Protestat të qëndrueshme kërkoi edhe në Tiranë, ndërsa paralajmëroi se në janar nis betejë finale për largimin e Ramës. Se rruga e vetme është protesta e qëndrueshme. Të ndahen nga apatia, lodhja, mërzitja, zhgënjimi që i ka pushtuar. Bulevardi është sheshi fitores, është rruga e fitores. Asnjë prej tyre nuk duhet i thot vetes se sa jemi. Idealet nuk maten me numra. Forca e idealeve nuk matet nga numrat, por nga guximi. Dhe guximi i idealizmit është i pashtershëm dhe triumfues. Partia Demokratike ka depozituar një tjetër kërkesë për thirrjen e Këshillit të Mandateve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Opozita i kërkon kryetarit të Kuvendit të zbatojë rregulloren, ndërsa nga ana tjetër majoranca paralajmëron se nuk do të veprojë pa një vendim përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Partia Demokratike ka depozituar kërkesën e radhës në mbledhjen e Këshillit të Mandateve me qëllim shqyrtimin e kërkesës së prokurisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Opozita argumenton se procesi duhet të vijojë pa vonesa në përputhje me rregulloren e Kuvendit, duke ju referuar në 13 të rregullores. Partia Demokratike thekson se thirrja e Këshillit të Mandateve është detyrim ligjor dhe se kjo mund të bëhet ose me kërkesë të kryetarit të Kuvendit ose me kërkesë të gjysmës së anëtarëve të tij. Sipas opozitës, në rastin kur kërkesa paraqitet nga gjysma e anëtarëve, kryetari i Kuvendit ka detyrim të njoftojë rendin e ditës dhe palët e përfshira në proces. Si edhim në vëmendjen tuaj, zoti kryetari i Kuvendit, që thirrja e mbledhjes së Këshillit me kërkesë është e detyrueshme sipas rregullores, sepse Këshilli thirret në dy forma, me kërkesë të kryetarit të Kuvendit ose me kërkesë të gjysmës së anëtarëve. Nëse thirret nga gjysma e anëtarëve të Këshillit, kryetari i Kuvendit ka detyrim të njoftojë rendin e ditës për anëtarët e tjerë dhe palët që mund të jenë thirrur në proces. Për këtë arsye, përmbushni detyrimet tuaja ligjore dhe mos u bëni pengesë për drejtësinë. Nga ana tjetër, majoranca socialiste ka bërë të ditur se nuk do të shqyrtojë kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut pa u shprehur në mënyrë përfundimtare gjykata kushtetuese lidhur me masat e sigurisë të vendosura ndaj saj. Një shpërthim i fuqishëm tronditi sot zonën e Perashit në Shkodër duke i marrë jetën Hysni Ymerit, 67 vjeç. Shkaku i shpërthimit ende nuk është i qartë, hetuesit po shqyrtojnë pistat e rrymës elektrike dhe të një sulmi me lëndë plasëse. Ekspertiza mjekoligjore dhe hetimet e njësisë antiterror do të përcaktojnë natyrën e tragjedisë. Një shpërthim i fuqishëm tronditi sot zonën e Perashit në Shkodër, duke i marrë jetën Hysni Ymerit, 67 vjeç. Ngjarja ndodhi paraditën e së hënës rreth orës 10:10 në hyrjen e pallatit ku banonte Hysni Ymeri. Pas shpërthimit, 67 vjeçari u transportua menjëherë në spitalin rajonal të Shkodrës, por fatkeqësisht nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra në kokë dhe trup. Hetuesit e policisë dhe njësia antiterror kanë nisur një hetim të thedhuar për përcaktimin e shkakut të shpërthimit. Fillimisht dyshoi se mund të ketë qenë një sasi lëndë plasëse, por pas inspektimeve të dettajuara nuk janë gjetur mbetje eksplozivi në vendngjarje. Mikët thanë se viktima kishte djegje në krah dhe kokë, që tregojnë një ngjarje të shkaktuar nga rryma elektrike. OSHE-ja sqaroi se linjat e energjisë elektrike nuk mund të shkaktojnë një shpërthim të tillë, duke përjashtuar aksidentin elektrik si pjesë të vetme. Familja Ymeri ka një histori të njohur ngjarjesh të dhunshme. Vëllai i Hysni Ymerit ishte i përfshirë në një vrasje në vitin 95, ndërsa mes dy familjeve kishte arritur një pajtim. Në vitet e fundit, konflikte të tjera kanë tronditur fisin
Kosovën, duke përfshirë vrasje dhe vetvrasje të afërmve. Kjo e bën pistën e hakmarrjes një nga mundësitë që hetuesit po e shqyrtojnë me kujdes. Sipas burimeve, Hysni Ymeri ishte nisur për vizitë e bashkëshortja e tij në spital, e cila ndodhej aty për shkak të sëmundjes, dhe pasi kishte pirë një kafe me miq të lagjes, kishte hyrë në pallatin e tij, në katin e parë ku ndodhi shpërthimi i fuqishëm. Dëmet materiale ishin të konsiderueshme, duke përfshirë shkatrimin e panelit të matësve elektrik dhe dëmtime të strukturës së shkallëve të pallatit. Policia dhe njësia antiterror po vjojnë hetime duke shqyrtuar të gjitha pistat e përfshira: aksident elektrik, lëndë plasëse dhe konflikte të mëparshme familjare. Ekspertiza mjekoligjore do të jap konfirmimin përfundimtar për shkakun e vdekjes, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se çdo pjesë do të ndiqet deri në zbardhjen e plotë të ngjarjes. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka depozituar kallëzim penal ndaj drejtorit përgjithshëm të burgjeve Klevis Qose me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Meta pretendon se gjatë qëndrimit në paraburgim në Jordan Misja janë mohuar të drejtat themelore dhe politike. Ai gjithashtu akuzon kufizimet pa drejta në komunikim me media, deputet dhe aktivitet politik. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka depozituar kallëzim penal ndaj drejtorit përgjithshëm të burgjeve Klevis Qose me akuzën e shpërdorimit të detyrës. Sipas kallëzimit të depozituar pranë prokurisë së posaçme, Ilir Meta qëndron në paraburgim që nga 23 tetor 2024 me mas sigurimi arrest në burg në institucionin Jordan Misja. Meta pretendon se gjatë 14 muajve në paraburgim, drejtori i burgjeve Klevis Qose ka ndaluar në mënyrë të qëllimshme dhe të vazhdueshme ushtrimin e të drejtave të tij themelore dhe politike. Në kallëzim thuhet se ai është mohuar komunikimi me mediat dhe gazetarët, takimi me deputet kuvendit dhe eurodeputet, si dhe pjesëmarrja në aktivitete të partisë dhe publike. Meta argumenton se këto kufizime nuk bazohen në vendime individuale të arsyetuara dhe nuk justifikohen nga ndonjë rrezik konkret për procesin penal, duke marrë kështu karakter ndërshkues dhe diskriminues. Sipas tij, qëllimi i veprimeve të drejtorit burgjeve ka qenë i qartë: pengimi i ushtrimit të drejtave politike dhe ndëshkimi personal, duke cënuar lirinë e shprehjes dhe pjesëmarrjes në aktivitete politike. Kallëzimi do të shqyrtohet nga prokuria e posaçme, që do të vendosë për hapjen e hetimeve të mëtejshme. Eci me të tjera zhvillime. Festa shpërtheu para mesnatës pranë selisë së lëvizjes vetvendosje, teksa numërimi i shpejt i votave i dha një pasqyrë të qartë të rezultatit të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë. Albin Kurti shpalli fitoren dhe cilësoi atë si fitore të qytetarëve. Ai ftoi opozitën për bashkëpunim dhe theksoi se bllokata parlamentare nuk do të jetë më e mundshme. Mbështetësit e lëvizjes vetvendosje festuan që në orët e para të mbrëmjes para selisë së partisë, ndërsa procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e parakohshme parlamentare po ecte me ritme të shpejta dhe konfirmonte avantazhin e qartë të kësaj force politike. Atmosfera festive u shoqërua me praninë e kryetarit të partisë Albin Kurti, i cili ju drejtua mbështetësve me entuziazëm të fitores. Në një konferencë për mediat, Kurti theksoi se fitoria i përket qytetarëve të Kosovës dhe se vendi ka nevojë për stabilitet institucional dhe bashkëpunim politik. Ai ftoi opozitarët për bashkëpunim në kuvend, veçanërisht për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe projekteve strategjike, duke nënvizuar se tashmë nuk do të ketë më bllokata në proceset parlamentare. Kurti vuri theksin dhe në sfidat ekonomike dhe integruese në procesin e Kosovës, duke përmendur planin e rritjes së bashkëpunimit evropian në vlerë 880 milionë euro, si dhe të marrëveshje me Bankën Botërore në vlerë 120 milionë euro. Ai tha se këto fonde përbëjnë mbi 1 miliard euro investime të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Gjithashtu, Kurti u shpreh se pret një bashkëpunim më të ngushtë me Shqipërinë dhe theksoi se brenda këtij muaji mars, kuvendi do të duhet të zgjedhë presidentin e ri të Kosovës. Sipas rezultateve nga numërimi i 2.557 kutive të votimit, lëvizja vetvendosje ka siguruar 49.30% të votave. Në vend të dytë rënditet Partia Demokratike e Kosovës me 21.01%, ndërsa e treta Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.59%. Në këto rezultate vetvendosja fiton 56 mandate në kuvend, 8 më shumë se në zgjedhjet e 9 shkurtit. PDK siguron 23 mandate, LDK 15 dhe AK 6, ndërsa partitë e minoriteteve si zakonisht kanë 20 mandate. Kurti ka rritur mbështetjen me mbi 33.000 vota, ndërkohë që ende pritet të numërohen votat e diasporës, ato me kusht. Humbësia e madhe e këtyre zgjedhjeve konsiderohet LDK. Kryetari i saj Lumir Abdigjiku pranoi humbjen pas publikimit të rezultateve dhe deklaroi se do të analizoj situatën politike dhe elektorale, pa përjashtuar mundësinë e dorëheqjes.
Kryeministri Edi Rama ka uruar Albin Kurtin për fitore në zgjedhjet e parakohshme parlamentare në Kosovë, duke cilësuar rezultatin e vetëvendosjes si domethënës. Kurti ka reaguar ndaj spekulimeve për marrëdhëniet me Tiranën, duke theksuar gatishmëri për bashkëpunim të ngushtë me Shqipërinë. Urime për rezultatin zgjedhor kanë përcjellë edhe presidenti Bajram Begaj dhe ministrja e jashtme Elisa Spiropali. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka uruar Albin Kurtin për fitoren e arritur në zgjedhjet e së dielës në Kosovë, duke konsideruar rezultatin e vetëvendosjes si një mandat të rëndësishëm të dhënë nga qytetarët. Në mesazhin e tij, Rama thekson se mandati konfirmuar nga populli i Kosovës duhet të shndrohet në sukses dhe mbarësi për Kosovën, si dhe për forcimin e marrëdhënieve vëllazërore mes dy shteteve. Në reagimin e tij publik, Rama shprehu urimin që ky mandat i risheverisës të kontribuojë në stabilitetin institucional dhe në avancimin e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, duke mbyllur mesazhin me një urim simbolik për të ardhmen e përbashkët. Ndërkohë, në daljen e parë për media pas publikimit të rezultatit paraprak, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti u pyet lidhur me hamencimet se Edi Rama kishte punuar para zgjedhjeve kundër fitores së tij. Spekulimet u nxitën nga takimi që kryeministri shqiptar zhvilloi në Hag me ish presidentin Hashim Thaçi. Duke u përgjigjur kësaj pyetje, Kurti u shpreh se është i gatshëm të punojë për forcimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Shqipërinë, duke lënë pas interpretimet politike dhe duke vënë theksin te bashkëpunimi institucional dhe interesat e përbashkëta mes dy vendeve. Urime për zgjedhjen kanë përcjellë edhe autoritetet të tjera të larta shqiptare. Presidenti i Republikës Bajram Begaj deklaroi se qytetarët e Kosovës kanë shprehur vullnetin e tyre demokratik për institucione të reja dhe u shpreh se kjo votë duhet të shndrohet në përgjegjësi institucionale për një të ardhme të begatë, të drejtë dhe europiane për Kosovën. Edhe ministrja e jashtme Elisa Spiropali vlerësoi procesin zgjedhor dhe përgëzoi lëvizjen vetëvendosje dhe Albin Kurtin për fitoren, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit politik dhe bashkëpunimit rajonal në vijim. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 30 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta dhe relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të vrenjtur në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në disa zona veriore dhe lindore do të ketë rreshje të dobëta dëbore. Paraditja do të paraqitet me vranësira të dendura në të gjithë territorin, ndërsa pasditja sjell intervale me vranësira të pakta dhe rreshje të izoluara shiu në jug dhe bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 13 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 30 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 30 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:21 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 4 deri në 11 gradë Celsius. Kukës, -1 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi, 0 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 5 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 4 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan, 5 deri në 11 gradë Celsius. Berat, 5 deri në 12 gradë Celsius. Korçë, -2 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 8 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 13 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 30 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta me mot kryesisht të vrenjtur dhe vranësira të shpeshta në të gjithë territori. Paraditja do të jetë e ftohtë me vranësira, ndërsa pasditja nuk pritet të sjellë ndryshime të theksuara të kushteve atmosferike.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 6 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 7 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 30 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 30 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica -4 deri në 5 gradë Celsius. Podujev -6 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj -4 deri në 6 gradë Celsius. Pej -3 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë -5 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov -1 deri në 7 gradë Celsius. Malishev -3 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan -5 deri në 5 gradë Celsius. Ferizaj -4 deri në 5 gradë Celsius. Kaçanik -4 deri në 5 gradë Celsius. Suhare -2 deri në 6 gradë Celsius. Prizren -3 deri në 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe zhvillime klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e televizionit Drita Televizion. Bashkë miru takofshim në edicionin e ardhshëm.